Në skemën tonë kombëtare, ku përfitojnë 50% të harroreve të mbjella të reja, 50% në paditjen e pika, në skemën e anti-breshoj, por edhe në skemat e tjera të cilët janë tek tankerat. Për mekanikën bujësore ku ju merrni 50% të vlerës ku do të investoni. Në gjitha masa, qoftë në vajin e ulliri, qoftë në qumësht, qoftë tek objektet të tjera që ju dëshironi, deri në vlerën 5 milion lekë. Në masën 7.000 lekë të reja, 70.000 lekë të vjetra, për dos, sepse është për herë të parë, ta shohim që do heci, mbase ka vështirësitë e para, por nuk mendoj që ka vështirësi sepse të gjithë kanë aplikuar dhe janë bërë pjesë e skemës kombëtare. Ne do të asistojmë për t'i orientuar dhe për t'i thënë që në gjithë Shqipëria ta aplikojnë, të jenë pjesë, sepse buxheti është aty. Ne nuk mund ta çojmë diku tjetër, e kemi vënë për ju dhe ju duhet të bëheni pjesë për aplikimet dhe përfitimet e nevojshme. Hapin një të hapin në nevojshme për banka dhe ta bëjnë në rregull. Unë jap ato faturën. Sa të marrin parë? Parat shkojnë të zatimet faturën dhe vazhdojnë punën. Jo vetëm parat, por në gjithë rrugëllikën e Shqipërisë, nga Saranda deri në Shkodër.